Ky projekt ka rreth 2 vjet që është zbatuar në shkollën tonë. Falë këtij projekti është bërë e mundur ndriçimi i plot i të gjithë ambienteve të shkollës, funksionimi dhe puna e pajisjeve elektrike, realizohet dhe ngrohja me ngrohës elektrik vetëm në një pjesë të vogël të ambienteve të shkollës. Kemi të bëjmë me prodhimin e energjisë elektrike direkt nga energjia diellore, që është një energji e pastër. Në kuadër të projektit Sunny Schools, i financuar dhe i zbatuar drejt për drejt nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, ku në qytetin e Elbasanit janë instaluar panele fotovoltaike në 7 shkolla të qytetit, në bashkëpunim me Bashkinë e Elbasanit, se sigurisht ajo e cila është përgjegjëse për këto panele është bashkia, dhe ajo e cila përfiton, si thuaç, për këtyre paneleve është po pra bashkia, sepse kursehet fatura energjisë e paguar OSHE-s për konsumin e energjisë që kanë shkollat, dhe pikërisht ky konsum ky kursim i energjisë që bëhet në fatura për shkak të prodhimit tashmë të energjisë për panele fotovoltaike që nuk kanë kosto, supozohet që t'i kthehet në formë investimi shkollave. Ne nuk kemi më rënje të rrjetit, meqense kemi panele diellore, kështu që funksionimi i orës tikut që kanë përdorim gjithë to laptope ose kompjutere që kemi në sallën tjetër, neve nuk kemi ato problematika që kishim më përpara dhe me rrjetin e ri që është bërë se na binte rrjeti etj, dhe her pas here kjo orë nuk zhvillohej, se ndezje, fikje e kompjuterave dhe pothuajse ora e mësimit dështonte. Në shkollën tonë përdorim paneli diellor për të fituar energji nga drita e diellit, i cili është një bërim i ri për të ritshëm, dhe kjo është një gjë shumë e mirë, sepse na sjell dhe shumë të mira. Për panelet diellore, unë di se ato na sjellin shumë të mira në shkollën tonë, pasi ato na mundësojnë ngrohje, na mundësojnë të përdorim pajisjet elektronike dhe ndriçimin, por kjo bëhet duke nuk e patur kursim, por mbi të gjitha duke mbrojtur mjedisin. Është bërë komplet instalimet elektrike të shkollës sonë dhe ka ndryshuar dhe pjesa e ndriçimit në shkollë, që është mjaft e rëndësishme. Gjithashtu dhe po prodhohet energji e cila do t'i vlej shkollës për të përfituar benefite më pas. Këto para do të përdoren për të bërë investime të tjera në shkollë, që janë mjaft e rëndësishme, si rregullimi i tualeteve apo ndërhyrje të tjera që të vërtet shkolla ka. Një krizë shumë e madhe tani në botë është ndodhja e mjedisit, dhe ne po ndihmojmë sadopak me sa mundësi kemi me panele diellore, edhe kjo na ndihmoj shumë për kursim dhe normal për të mbrojtur mjedisin.